Në kryetar i një qytetit të rëndësishëm, një komune të rëndësishme të Kosovës, 2 herë i dënuar për vjedhje të zgjedhjeve, edhe është nën kryetar i komunës tash, mbas zgjedhjeve lokale të vitit 25. Një herë i dënuar me 2 vjet e gjysmë, nëse s'kom haru, një herë i dënuar që ashtu me kush diçka s'po di, edhe prapë se prapë, domthonjë ajo nuk për i bon minus në karrierën e tij politike, por po ngritet, po avancon. Ku jemi, ku po shkoj? Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë që hajnia si fenomen në shoqërinë kosovare është e shtrime në mënyrë endemike, edhe në mënyrë domthonjë masive, nuk vjedhen veç votat. Por ai që vjedh votën e vjedh nesër buxhetin e shtetit, mas nesër e vjedh edhe jetën e njerëzve. Kështu që nëse kjo me të vërtet nuk dënohet, nuk e marrin njerëzit dënimin e merituar, drakonik që quhet, dënimin më të lartë. Mundshme procesi zgjedhore në Kosovë më bëhet qesharak, bëhet karikatorial, dhe besoni ose jo, njerëzit edhe s'kan me po as